Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, fillimisht duke ju kërkuar falje për zërin tim, po besoj që do të mirë kuptohemi. Sot do të nisim këtë maraton komentimesh për ngjarjet më të fundit që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Do të nisim me atë më të dashurin tuaj, më të klikuarin tuaj, më të preferuarin tuaj dhe për atë që ju dëshironi të dini më shumë. Natën e mbrëmshme, gjesti jon i dashur performoi në diskotekën më të madhe në Zvicër, Rinora 4, një ndër diskotekat e cila çdo të premte dhe çdo të shtunë, historikisht ndër vite, ka mirëpritur të gjithë shqiptarët në atë diskotekë ku shumë çifte kanë gjetur dashurinë dhe janë fejuar e janë martuar, në atë diskotekë ku shumë herë janë dhënë puthjet e para, janë shkëmbyer numrat e parë të telefonit, domethënë ka qenë lidhja e zemrave shqiptare në Zvicër. Natën e mbrëmshme, besoj si çdo artist që ka ëndër të performoj në diskotekën Rinora 4, një ndër diskotekat më të bukura shqiptare, Gjestit kjo ëndër ju bë realitet. Unë e di që Gjesti vite më herët këtë ëndër e ka patur në styrtar, ndoshta duke parë nga telefoni se qa ka bo Labi, apo Teuta Selimi, apo Shkurte Gashi, apo shumë artistë të tjerë të cilët performonin pothuajse çdo vikend në diskotekën Rinora 4, apo Dafina Zeqiri, apo Dhurata Dora, apo shumë artistë të mëdhenj, të cilët ishin pjesë e kësaj diskoteke për të gjithë shqiptarët. Për Gjestin dikur ka qenë një ëndër e parealizuar, por me intensitetin e punës, Gjesti arriti që të ngjitet në këtë skenën gjigande si kur më parë. Unë ditën e djeshme paralajmërova që natën e mbrëmshme diskoteka Rinora 4 do t'jetë kulminacioni i karrierës së Gjestit. Pse e quaj unë kulminacionin? Sepse vetëm në Rinora mund të mblidhen kaq shumë shqiptar. Unë e paralajmërova ditën e djeshme që numri ishte i madh të cilët kishin prenotuar për të qenë në mbrëmjen e Gjestit. Kishin prenotuar plot shqiptar për të qenë në mbrëmjen e Gjestit. Domethënë është një numër goxha i madh. Dhe ajo u vërtetua me këtë që ju po shikoni. Dhe kjo që po shikoni janë disa sekuenca nga pjesët e mbrëmjes së Gjestit. Gjesti në Rinora nuk kishte arë si në mbrëmjet e tjera që kishte vetëm një minutazh të vogël me këngë, një blok këngësh si me thonë me DJ dhe më pas vazhdonte. Jo, Gjesti kishte ardhur në formë ndryshe. Të gjithë telefonat, të gjithë dritat e bardhë u ndozën në momentin kur Gjesti u ul në karige dhe mori kitarën. Mori kitarën për të performuar disa nga këngët e tij më të suksesshmet, por në mënyrë akustike. Në thënë me këndimin akustik. U prit me shumë dashuri, ishte një risi në fakt në koncertet e Gjestit. Këtë lloj risie nuk e kemi patur më herët, për shembull në Austri Gjesti nuk e bëri këtë gjë, por në Zvicër, domethënë në Rinora 4, Gjesti erdhi krejtësisht ndryshe. Për të mos e lënë anash atmosferën, energjinë, vallëzimin në skenë, fenomenet të cilat e karakterizojnë personalitetin e Gjestit, Gjesti nxori në pa edhe një pjesë që ne realisht nuk e kemi parë më herët. Në fakt në Big Brother ishte Tiri ai që luante në kitar, nuk ishte se luante Gjesti, por në Zvicër Gjesti tregoi dhe këtë pjesën tjetër që ka këtë zgjuarsinë, inteligjencën, zhvillimin të artistit të luaj dhe në kitar dhe publiku, më besoni, janë argëtuar pafund. E bukura e kësaj mbrëmje ishte që Gjesti me shumë adrenalin i këndoi të gjitha këngët, por kur duke mos haruar Kosovën dhe Shqipërinë e tij të dashur. Kishte përzgjedhur që të vishet me të zeza, ndryshe nga netët e tjera, domethënë jo shumë roba interesante, thjesht një palë xhinse të zeza, një maicë të zezë, shumë natyral, shumë i vërtet edhe shumë modest. Diskoteka ishte stërmbushur, shqiptarët ishin nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, nga të gjithë vendet ku ka shqiptar. Domethënë bëhet fjalë për 2000 deri në 2500 të pranishëm
në rinë ora 4, të cilët mbrëm e respektuan gjestin. Ka qenë një natë fantastike, vajzat nuk i lëshuan telefonët nga duart, fanset, do t'i quaj fanset e zjarta të gjestit mundoheshin pafund t'ia prekin duart aty afër skenës. Do me thënë, ishte një energji e madhe që vetëm ato të cilët kanë qenë brenda në diskotek e kanë kuptuar se gjesti çfarë atmosfere bën. Duke u krahasuar nga mbrëmjet e tjera, respekt për të gjithë këngëtarët, do me thënë për të arritur të mbledhësh kaq shumë publik, sepse publiku e shikoni është tepër i madh në rinora, zakonisht janë bërë kombinime mes 2 apo 3 këngëtarëve shumë të fuqishëm që të arrihet ky numër. Por me famën që ka ndërtuar gjesti, me dashurinë e madhe që publiku ka ndaj gjestit, janë në gjendje të presin shumë e më shumë njerëz vetëm për ta ndjerë këtë energji. E veçanta në rinora ishte, ndryshe nga netet e tjera, sepse ne kemi thënë në një mbrëmje rinore, sidomos në diasporë ku shqiptarët gjatë gjithë javës duke punuar me shumë intensitet presin vikendin për t'u argëtuar, për t'u kënaqur, për ta shijuar atë vikend. Të gjithë njerëzit, të gjithë pjesëmarrësit që ishin në këtë festë, me thënë diskoteka është ndarë në 2 pjesë, në 2 kate, këndonin, vallëzonin dhe e përjetonin të gjithë momentin me gjestin. Do të thënë, gjesti dita ditës vazhdon ta kupton që është shëndëruar në një fenomen të veçantë. Zakonisht gjesti nuk është se i ka sjell në grupin në Instagram mbrëmjet, atmosferën, do të thënë e gjitha ka qenë një ekskluzivitet nga publiku, të cilët kanë nxjerrur video, kanë nxjerrur momente, por këtë atmosferë të bukur, këtë pjesëmarrje fantastike, kaq të veçantë, që në fakt nuk ke fjalë se si ta përshkruash, është një emocion që janë të pakta fjalë që mund ta përshkruajnë. Gjesti kishte përzgjedhur që mbrëm ta ndanë menjëherë në Instagram dhe kjo kuptohet që gjesti dukeshte shumë i lumtur, shumë i plotësuar dhe shumë i gëzuar me këtë arritje. Gjesti ka arritur të pushtoj skenën shqiptare. Gjesti, një djalë me moshë shumë i ri, por me zemër shumë të madhe, me modestinë e tij, po shkatron çdo koncert ku shkon. Ato të cilët thonë që gjesti nuk ka energji, gjesti nuk di të këndon, gjesti nuk bën atmosferë, janë shumë gabim, sepse vetëm gjesti di të krijojë këtë super ambient të bukur siç ishte mbrëm ri në ora 4.